Presim në studio Valbona Xibrin. Mirë erdhe Valbona. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi të presim në studio. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Për ftesën. Eja të lutem. Eja të ratohemi, diskutojmë gjëra gjatë veç për ty. Kështu është vendi. Shumë faleminderit. Të kemi në Kosovë në një vizit, me sa e pashun me plot aktivitete. Si po shkon deri tani? Shumë mirë, është një program shumë i ngjeshur, sepse është në kuadrin e festivalit Monoakt, që po zhvillohet në Kosovë. Është edicioni 18 i këtij festivali, dhe ne për herë të parë kemi nderin që të vim në këtë festival. Është një program shumë i pasur, një festival i organizuar shumë mirë, i mbajtur dhe i organizuar nga mentor Zymberaj, që ju besoj e njihni, është një nga aktorët shumë të mirë të Kosovës. Dhe kemi nderin të jemi këtu, jam unë bashkë me aktoren time, e cila interpreton. Unë jam regjizore dhe ajo është aktoria. Bukur. Duket se të ka gjetur në një ambient shumë të përshtatshëm edhe të bashkëpunimit, një kimi e mirë e bashkëpunimit mes artistëve, kjo nga afër. Po nga larg, si e shihni ose si e ke parë artin në Kosovë? Sa afër me botën, themi, është Kosova dhe arti i saj? Kosova është shumë afër me botën. Bile mund të them që Kosova është më afër me botën se sa Shqipëria është me botën. Dhe kjo është merit natyrisht e artistëve të Kosovës, sepse kam përshtypjen që kanë një mentalitet shumë të hapur, nuk e di, ndoshta për historinë e Kosovës, dhe i shikoj shumë më të predispozuar që të hynë në marrëdhënie me artistët e botës, të krijojnë lehtësira që edhe artistët e botës t'i afrohen Kosovës, dhe si ajo gjë që mua më pëlqen shumë dhe më ngacmon shumë dhe më mbush kur unë vi në Kosovë, është ajo energjia e mrekullueshme e rinisë kosovare. E ke ndjerë pra. E ka ndjerë jashtëzakonisht, bile këto ditë ne kemi qenë pothuajse çdo ditë në Fakultetin e Arteve, sepse në brendësi të programit janë të planifikuara disa takime në Fakultetin e Arteve, dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme për mua që të takoj të rinj, studentët, të flas me ta, të bashkëbisedoj, mundohem t'i gjej, t'i sajoj gjithë momentet që të ke mundësinë që të marrë nga energjia e atyre dhe t'i jap atyre atë çka të vogël mund t'je me zonja t'i jap. Se dishoj, tjetë ka që vogël, po mirë, ta vlerësoj këtë anën e modestisë. Duke qenë artiste që keni lëvizur në për projekte edhe ndërkombëtare, besoj shumë që keni takuar artistë nga mbar bota. Ka diçka që ata e kanë vënë në pa, që artistët shqiptare kanë për të huajt jo dhe që e vlerësojnë, si gjë? Temperamentin. Ne jemi të vlerësuar nga bota për temperamentin që neve kemi. Edhe aktorët tanë janë shumë të lakmuar pikërisht për këtë, sepse nuk e di, ndoshta për faktin që ne jemi nga Ballkani, ndoshta për faktin që historia jonë e Kosovës dhe Shqipërisë është ndryshe, por megjithatë kemi shumë pika në të njëjta dhe është kjo mënyra jone të qenit, që jemi pak të rrëmbyeshëm, që jemi pak që marrim flak për një herë, dhe kjo është shumë interesante në skenë, sepse ti mund të krijosh personazhe që ndryshojnë nga një moment në tjetrin, po, dhe surprizojnë publikun, dhe kjo është shumë e rëndësishme, shumë interesante nga ana skenike. Pra, nëse se ke nga brenda, nuk e bën, nuk është si talenti, o e ke ose ke. Punën mund ta bësh, por talentin o e ke ose ke. Kuptoj, të pyes pak për rrugtimin tënd personal, të historisë tënde të emigrimit në Itali. Ka qenë në një fazë për arsye të vështirësive për të larguar nga vendi, apo po kërkoje vend për të, jo vetëm për të mbijetuar, po edhe për të rritur si person? Të dyja, ato që po thua, sepse unë u diplomova në vitet 90 dhe vitet 90 në Shqipëri nuk i afronin të rive asgjë, kështu që për neve e vetmja mundësi ishte
pikërisht të shikonim jashtë Shqipërisë dhe të drejtoheshim drejt botës. Dhe unë isha një nga ato që e mora këtë rrugë. Ka qenë një sfidë shumë e madhe, një vështirësi shumë e madhe. Unë arrita në Itali dhe... Si të priti Italia? Atere, Italia nuk të pret. Nuk të pret? Po. Duhet ta bësh vendin vetë tua? Duhet ta gjesh mënyrën që të bësh vendin tënd dhe të krijosh atë mikrobotën tënde rreth e përqark. Sidomos në vitet 90 ishte shumë vështirë, sepse ishte vështirë të ishe shqiptar në vitet 90 në Itali, sepse shqiptarët kishin një famë shumë të keqe, dyert e Shqipërisë u hapën dhe me mira persona, qindra mira persona u drejtuan drejt Italisë dhe italianët që në fillim ishin të mikpritës, të dashur, mundoheshin empatik, mundoheshin të kuptonin hallet tona, mbas një qike u lodhën, ndoshta nga që ishim shumë, ndoshta edhe që ata kishin hallet e veta, dhe u lodhën me neve, edhe vitet 90 kanë qenë shumë të vështira. Tani gjërat kanë ndryshuar, tani ne shqiptarët kemi zënë vendin ton, kemi marrëdhënie shumë të mira, por vitet 90 kanë qenë të vështira. Nuk i harroj. Në mesin e këtyre vështirësive, a ka ndonjë rast specifik që akoma sot kur e kujton të jep po të njëjtën dhimbje? Në mesin e paragjykimeve që mund të kesh pasur, në mesin e asaj propagandës të krijuar për shqiptarët, pavarësisht gjinisë, edhe vetë historia, ka diçka specifike që... Patjetër. Unë mund të sjell një rast konkret, sepse për mendimin tim për publikun është e rëndësishme kjo, nuk e di sa kohë kemi në dispozicion, por do jem shumë e shkurtër. Ndodhi në një fshat afër nesh që një grua u zu në befasi, në flagrancë nga i shoqi me të dashurin në shtëpi. Dhe kjo grua, për të justifikuar faktin që i ndodhi në këtë formë, i tha të shoqit që ai nuk ishte i dashuri i saj, por ishin shqiptar që e kishin përdhunuar. Dhe opinioni publik u ngrit, duke mbrojtur këtë grua, duke u indinjuar për atë që ndodhi, kryetari i bashkisë atij fshati i çoi një tuftë madhe me lule kësaj gruaje. Dhe mbas disa kohësh, mbas disa ditësh, doli e vërteta. Por ndërkohë, neve na kishin vënë tek ai muri i turpit, sepse gjithë gazetat, gjithë partitë politike të djathtës, nxorrën këtë lajm me shkronja të mëdha, kështu që ne kishim turp të dilim në rrugë. E të mërshme. Kjo ishte një rast, por ka ndodhur shumë gjëra të tilla. Po e kuptoj, pra kanë qenë të përmasave të mëdha, jo diçka të thjeshtë që mund të ndodhë nga njëherë adoleshentëve kur flasin diçka pa menduar mirë. Po pas kanë qenë goxha serioze dhe të mërshme, pas kanë dëgjuar rastë të tillë. Unë solla këtë rast të fortë, sepse më duket e drejtë që njerëzit t'i dinë këto gjëra, sepse nuk flitet për këto lloj gjërash. Por i kemi jetuar në lëkurë këto epizode dhe nuk harrohen. Të pyes pak se... Dhe më fal, dhe kryetari i bashkisë që i çoi lulet asaj gruas, nuk doli pastaj të nesërmen të na kërkonte falje. Kjo ishte gjëja akoma më fortë. Që sigurisht se është dashur kohë për ta kaluar edhe për ta bërë vendin. Fatmirësisht që sot kemi një realitet krejtësisht tjetër, shqiptarët, po prap vetë, individualisht kanë arritur t'i tregojnë botës se janë të zotë për vetën e tyre, për shoqërinë, vendin ku jetojnë, dhe falë zotit kemi të suksesshëm gjithandej në përbotë që kanë arritur të ndrojnë këtë imazhin e shqiptarëve, si të Shqipërisë ashtu dhe të Kosovës. Të pyes pak për burneshat, për këtë projektën din, cilin kam shumë këshëri di për frymëzimin tuaj, fillimisht ndoshta prej titullit, ose ka ndonjë histori specifike për të cilës ti je inspiruar për ta sjellë në art? Mua gjithmonë më ka ngacmuar fenomeni i burneshave, sepse duhet them është një fenomen unik. Nuk gjen në botë një rast si i burneshave tona. Më ka ngacmuar nga pikpamja antropologjike, sociale, njerëzore, femërore, shumë element. Dhe gjithmonë e kam pasur në mendje si projekt. Kur erdhi momenti, ndoshta ishte momenti i duhur, unë e mora në dorë këtë projekt
shkova, bëra një udhëtim me një fotograf italian në verinë të Shqipërisë dhe takuam disa burnesha, mlodha material, i njoha nga afër, u mundova të kuptoja botën e tyre të brendshme, atë që nuk duket nga fotografitë, sepse në fotografinë e shohim disa persona të veshura si burr, edhe boll. Kurse unë doja që të futesha në atë botën e brendshme dhe shihja atë që nuk duket, atë të padukshmen. Dhe këtë kam sjellë në shfaqjen time. Çka kuptove? Si përshkruhet në shfaqje kjo burnesha shqiptare që pas edhe publiku nuk ka ditur kaq shumë, sepse s'ka gërmuar kaq thellë dhe siç po thoni ju e ka vetëm atë fotografinë që na është shfaqur drejt tani. Patjetër. Përshtypja ime mbasi kam folur me këta persona ka qenë që nuk kanë pishmane, në kuptimin që ka qenë një zgjedhje e ndërgjegjshme, një vendim i ndërgjegjshëm, dhe kam parë para meje persona të qetë dhe në paqe me veten e vet. Të paktën kjo ishte përshtypja që mua më dhan këto persona. Natyrisht unë si grua i kam bërë pyetje vetes, sepse ka shumë elemente të botës së gruas që jo të gjitha ne i ndajmë me të tjerët. A hezitonin në diçka ato? A hezitonin të danin diçka nga këto? Jo, mua më dhanë përshtypjen e asnjë lloj hezitimi, ndoshta se edhe për faktin që kanë qenë të intervistuara shpesh përpara meje, dhe ndoshta ishin të përgatitura edhe në momentin që kanë folur me mua, por dua të them që i kam gjetur dhe autentike. Nuk kam parë një formë aktrimi, recitimi nga ana e tyre. Dhe kjo është interesante. Natyrisht, shfaqja është ngritur në këmbë një punë shumë të madhe, sepse nuk ka lindur nëpërmjet një teksti, ka lindur nëpërmjet një tregimi të vogël dhe nëpërmjet improvizimeve. Unë me aktoren time kemi punuar pothuajse një vit që të ndërtonim këtë shfaqje, sepse çdo gjë ka lindur nga një frazë e thjesht, e shkurtër, ku ndoshta dikush nuk shihte asgjë, po ne jemi munduar të nxjerrim elemente edhe të mbushim skenën me këtë histori. Është një histori shumë e shkurtër, shumë e thjesht, e ndërtuar në mënyrë edhe nga ana skenike shumë thjesht, por ka shumë element brenda, siç është filmi, fotografia, zërat nga jashtë të skenës, interpretimi i mrekullueshëm i aktores, për cilën mund të flasim më vonë, ndoshta do më pyesësh. Po. Kishe nga këto, me që jemi te aktoria, kishe sigurisht kritere ose karakteristika të cilat po i kërkoje para se ta gjeje të duhurën. Patjetër. Dhe cilat ishin këto? Cilat janë 2-3 elementet që të udhëhoqën për të ardhur tek përzgjedhja e aktorës? Në radhë të parë unë doja një aktore të mirë, sepse për mua është e rëndësishme që të punoj me aktore të mira. Natyrisht, unë do të kisha preferuar një aktore shqiptare, që i njeh kulturën shqiptare, që i njeh elementet e kulturës shqiptare, që njeh këngën shqiptare, që njeh vallën shqiptare, sepse këto janë gjithë elemente që unë i kam futur në shfaqje. Por nuk pata fatin që të kisha një aktore të tillë, dhe nuk doja të kënaqesha që të merrja një aktore çfarëdo për të bërë një shfaqje kaq unike dhe kaq të veçantë. Pata fatin gjatë një projekti teatral dhe dansa, u njoha me këtë aktore nga Ukraina, që jetonte dhe ajo në Itali, në njëjtin qytet në cilin jetoj unë. Dhe kur i fola për këtë projektin tim, ajo u mrekullua dhe u mahnit dhe u dashurua me personazhin aq shumë sa më është lutur që të punonin bashkë. Dhe unë nuk hoqa shumë për të vendosur, sepse gjatë projektit unë e kisha njohur, e kisha studiuar dhe e kisha vendosur që t'ja propozoja këtë personazh. Dhe dua të them që akoma tani unë nuk jam penduar për zgjedhjen që kam bërë. Kjo është gjë e bukur kur jep, sepse sigurisht ke dhënë përpoz gjithë shpirtit tënd edhe anës kreative, ka edhe një kosto
personale që vjen me çdo projekt për cilin po punojmë aktualisht. Besoj edhe për ju është energjia, angazhimi, koha dhe është bukur kur shpërblehet me duar trokitjet edhe me bashkëpunëtorët e duhur. Për ta lënë pak punën dhe për ta njohur më mirë personin brenda jush, a ka diçka që për angazhimin tënd në punë ke humbur në aspektin familjar, në aspektin privat? Duhet qenë shumë angazhuar, mbase ke humbur momente edhe të lumtura në familje, po edhe nga ato të hidhurat. Unë mendoj që si për çdo grua që punon, nuk është e mundur t'i bosh të gjitha. Diçka do e lësh jashtë. Edhe unë jam munduar t'i jap përparësi gjërave, t'i jap përparësi gjërave më të rëndësishme. Kështu që për mua ka qenë gjithmonë familja, por natyrisht që të mund të rritesha si artiste, më është dashur her mas here të sakrifikoj, në kuptimin që më është dashur që të marrë momente vetëm për veten time. Dhe nuk e shoh si egoizëm, sepse në qoftë se do të bësh diçka, duhet ta bësh mirë. Ose ndoshta mos e bëj fare. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam shumë kërkuese në radh parë ndaj vetes time, jam perfeksioniste, kështu që por kam pasur fatin që familja ime më ka ndihmuar shumë, më ka përkrahur shumë. Kur vajza ime ishte e vogël, prindrit e mi erdhën dhe u vendosën pranë shtëpisë time për disa vite. Dhe kjo ishte për mua fati më i madh, sepse unë isha i qetë për fëmin tim dhe i dedikohesha profesionit tim. Fëmiu yt quhet Sara. Ajo është një... Nga e dini që quhet Sara? Kemi bë punën tonë. Kemi bë dhe ne punën tonë. Si t'ka ndryshu Sara që nga momenti i ardhjes në jetë? Sara është kryevepra ime. Unë mund bëj shfaqje t'jashtëzakonshme, por mendoj që vepra më e bukur që kam bërë është Sara, sepse jo vetëm për faktin që është fëmia im, por është një person i bukur, është një grua, sepse tani Sara është 27 vjeçe dhe është e madhe, por jam shumë e kënaqur sepse është me të vërtet një person i bukur, një person me botë, një person me kërkesa ndaj vetes, shumë empatike dhe e respektuar. Dhe mbi të gjitha i do Shqipërinë dhe shqiptarët, jashtëzakonisht. Është shumë e rëndësishme kur në jetë, sidomos fëmijën, vajzën në këtë rast, e ke edhe për të gëzu momentet e bukura, po edhe për t'i kalu sfidat bashkë. Jeni ju nga ato rastet në nebi që si jeni lëshu dorën njëra tjetrës në asë një moment? Ne jemi nga ato. Jemi nga ato. Nuk e di për meritën e kujt është, por ne kemi një raport shumë të lidhur, shumë të bukur, me njëra tjetrën. Kemi udhëtuar shumë bashkë, sepse kur Sara u rrit, unë e merja me vete dhe në udhëtimet e kur rrit. Ishte 4-5 vjeçe kur e merja me vete dhe kjo na ka bashkuar shumë, sepse të eksplorosh, të zbulosh botën, të dyja bashk, për mua është shumë e rëndësishme, sepse të jep një pikë vështrim dhe një hapësirë mendore shumë të rëndësishme dhe ti shef gjërat me sytë e një fëmije dhe kjo është pasuria më e madhe. Dhe ndoshta kjo na ka lidhur, ndoshta është kimia që na ka lidhur, nuk e di, po megjithatë jemi shumë në jeni shumë e fat që keni njëra tjetrën, kjo po që është rëndësishme. Zonja Valbona, ju jeni një grua e përmbushur nga të dyja anët, do thoja unë, dhe aspektin personal dhe atë profesional, kjo duket. Po nëse të pyes, e marrim 10 apo 20 vitesh, çka do doja që njerëzit të kujtonin ose të dinin, të thonin, të vlerësonin për Valbonën? Koherencën. Unë mundohem të jem shumë koherente me veten në radh parë, por dhe me të tjerët, edhe empatin. Mundohem të kuptoj të tjerët, edhe të shkoj sipër atyre gjërave që tjetri don që unë të kuptoj.
mundohem të hy në brëndësi dhe të kuptoj atë thelbin e personave. Po ju vetën e gjeni të kuptuar gjithmonë nga të tjerë? Jo, natyrisht, është vështirë. Nuk mund të jesh i dashur për të gjithë, as i kuptuar nga të gjithë. Është punë, është proces që duhet bërë dhe çdo njeri e di atë kufirin ku arrin dhe është okej. Faleminderit shumë që më erdhe sot. Ishte kënaqësi të të kem këtu për një bisedë më së shumë në fokus rreth shfaqjes, patjetër, po edhe pak për rrugtimin tënd jetësor. Ka mundësi të them një gjë të fundit dhe më pëlqen ta mbyll në këtë formë. Ftoj gjithë shikuesit tuaj me datë 12 në orën 7:30 tek Teatri Dodona, është shfaqja Burrnesha. Faleminderit shumë që erdhe, kënaqësi. Shumë faleminderit. Dashur miq, është koha për marketingun, kthehem pas pak tek ju me diçka tjetër.